Një zhvillim i ri ka tronditur skenën politike dhe juridike në Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nisur një hetim penal ndaj shkrimtares E. Jean Carroll, gruas që akuzoi presidentin Donald Trump për përdhunim në mesin e viteve 90. Sipas burimeve të njohura me çështjen, hetimi po drejtohet nga zyra e prokurorit federal në Chicago dhe fokusohet në dyshimet nëse Carroll ka kryer dëshmi të rreme gjatë proceseve civile që ajo fitoi kundër Trump. Autoritetet po shqyrtojnë deklaratat që Carroll dha gjatë një dëshmie në vitin 2022, ku ajo kishte thënë se nuk kishte marrë financime nga jashtë për paditë e saj ligjore. Megjithatë, më vonë, avokatët e saj zbuluan se një pjesë e shpenzimeve ligjore ishte mbuluar nga Reid Hoffman, bashkëthemelues i LinkedIn dhe një figurë e njohur në botën e teknologjisë dhe politikës amerikane. Burimet theksojnë se nisja e hetimit nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të ngrihen akuza penale ndaj Carroll, ndërsa Departamenti i Drejtësisë dhe avokatët e saj nuk kanë komentuar ende publikisht. Në maj të vitit 2023, një juri amerikane vendosi se Donald Trump kishte abuzuar seksualisht me Carroll dhe kishte shpifur atë me deklarata publike, megjithse nuk e shpalli fajtor për përdhunim. Më pas, në janar të vitit 2024, një tjetër juri vendosi që Trump ta kompensonte Carroll me më shumë se $83 milion për shpifje dhe dëme morale. Trump ka mohuar vazhdimisht akuzat ndaj tij dhe i ka cilësuar procese gjyqësore si gjueti shtrigash politike. Rasti mbetet një nga çështjet më të ndjeshme ligjore dhe politike në SBA, ndërsa betejë mes Donald Trump dhe E. Jean Carroll vazhdon ende në gjykata.